Dini, tu e potencu si gjithmonë se jam shumë i kujdeshëm për natyrës, duke mos pas me asnjë prej kolegëve të mi banorëve këtu kur gjo personale, thjesht i shqyrtojmë, i diskutojmë faktet dhe para faktet nuk duhet njeri as mu i rnu as kur gjo duhet me pranu si të tillë, tu fillu pre meje. Fatkeqësia më e madhe që këtu situata ka eskalu, në një, në dy, gjanat kanë fillu më bo shumë ma serioze se ndoshta si që meren apo si që duken. Një situatë si e Lionës në këtë rast është diçka shumë delikate, duhet, une e kom potencu dhe po vazhdoj me potencu, sepse nuk ka talje me tragedit e tilla, realisht, aq ma tepër kur flasim edhe për një moshë caktume, tash këtu me moshë për i meshkujve del që unë maj vjetër se gjithë, edhe do të thotë goja bën, goja pëson, edhe kjo është fakt, ka gabimet cilat falen, ka gabimet të cilat absolutisht as nuk duhet merren parasysh, dhe kjo është fakt, duhet me qenë kategorik në disa gjana ku falja as nuk duhet me unë dëgju, e lene mo me unë marë parasysh. Jemi njerëz, faljen gabimet njerëzore, se të ke fundit jemi, që ajo na bën që jemi njerëz, gabimet, po jo gabimet kësaj natyre, jo gabimet kësaj natyre shumë serioze, që do të thotë çdo njeri normal, çdo njeri, nëse flasim të zotja, të çështja fetare, shkurtëvisht po e preki, nuk duhet me prek gjana të tilla, sepse është diçka që është totale papranueshme, është diçka që është turpi më i madh që mundet njeri mja bo vetvetes, është me u inkuadru ose me shëndru në formë loje, kushdo qoftë, po qofsha dhe unë. E kuptoj. është diçka që me të vërtet ka qenë diskutabile, ja, e shofim dhe vazhdojnë me qenë diskutabile, se është situatë që nuk mbaron me aq,